Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Vila 24. Jemi së bashku si çdo ditë tjetër. Mirëmëngjes e dashur, kënaqësi që jemi si çdo ditë bashkë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Andrisa juve, që gjithë një ditë bukur dhe që të kanë bërë gati për fare të vështirë për ju sot dhe çfarë do të bëjmë sot do të jemi të tradita. Çfarë do të bëjmë sot më një herë? Pritet mëngjesi sot nuk nis kështu, nis me një uri. Për Katerinën tonë, gëzuar ditëlindje. Se unë të kam uruar dhe gjithë trunat e dhe stafi, por që tani është momenti të urojmë kështu. Faleminderit për publikun që të zotë. Edhe 100 vite të dëmtura për shëndet dhe klima edhe pra mjetë të kështë. Faleminderit. Ja, kështu e ka Kati, po emocionua, humbet filli, kështu që... Zonja, faleminderit që është Edita, dikuni që ne vësim bashkë, di? Po, mbërsira ime, se që se vërtet unë mundohem që të haroj, po ti si gjithmonë nuk e lë, do me thënë, pa më kujtuar. Kjo është dita jote. Faleminderit shumë. Hajde tani, që ti mos përlotesh dhe ti kthehemi normaliteti, po, çfarë do përgatisim sot? Sepse neve sot do të bëjmë një byrek tradicional, të cilin do ta bëjmë me kungull, si shikoni, unë e kam pastruar kungullin këtu, e kam bërë gati. Gjithashtu e kam kaluar, do me thënë, si e bëjmë neve në mënyrën tradicionale që e marrim dhe e gërvishim kështu me lug, kështu e bënin gjyshe dhe nëna tona, edhe kështu vazhdojmë që ta bëjmë edhe ne, por sigurisht që mund ta bëni sobza dhe ta bëni edhe në rende, kjo është mënyra juaj. Kur është kungulli që ka shumë lëngje, mundet t'i hikni, por zakonisht nuk është se kanë lëngje kaq shumë të tepruara që ne na duhet, sepse përveç se kungullit, unë këtu do t'i shtoj 2 lugë niseshte, mund t'i shtoni edhe 2 lugë oriz në vend të niseshtes, do t'i hedhim sheqer dhe vaj brënda, as një gjë tjetër, pra do të si në mënyrën tradicionale, as kanela, as në një si thuash ara brënda këto, ka mënyra të ndryshme për t'i gatuar, por unë në mënyrën tradicionale del shumë i mirë. Në fund fare, nëse doni si pas dëshirës pastaj, mund t'a pudrosni me sheqer pudër, ndoshta aty mund të shtoni edhe kanel. Kjo është prapë si pas shijeve tuaja. Neve këtu për pregatitur këtë byrek kemi 5 të gatshme. 5 të gatshme të cilat janë enkas për pregatitin e këtyre ëmbëlsirave, qoftë me kungull, qoftë atë si thuash me krem pastiqerie ose qumushtorin si mund ta themi ndryshe, mund të pregatisim baklava e gatime të ndryshme. Sigurisht akoma edhe byreqe mund të bëhen me këto lloj 5. Dhe të themi dhe për recetën e dytë se çfarë do të bëjmë sot, e pastaj menjëherë do të fillojmë për përgatitur recetën e parë që ta vendosim në furrë. Për recetë të dytë, unë kam menduar që të bëj, si thuash, do të shkojmë në atë kuzhinën aziatike. Vërtet është një gatim shumë i mirë, do të sill në mënyrën tonë, do me thënë që t'jetë shumë i thjeshtë për të përgatitur dhe ju në familje tuaja, dhe të dyja bashkë këto është, si thuash, mund të bëni një tryezë të këndshme për të shtunë apo për të diel që mblidheni të gjithë rreth tryezës familjare, sepse bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme dhe janë këto gatime të cilat vinë me këtë fileton e pulës, siç e shikoni që e kam të prerë në kubik të vegjël, me këto specat shumë ngjyrshe dhe që do të shkojmë në atë si thuash kuzhinën aziatike, janë në këto që e bëjnë të veçantë, që është salca soj, është uthulla e orizit, kemi këtu për shembull këtë kombinimin që bëhet me ketchup, qep, ginger, edhe te kompania Neranzi mund të gjeni edhe ginger në trajt të pluri, po në rast kundërt mund të përdorni edhe këtë gingerin e freskët. Edhe me ananas, pra një kuti ananas të cilën do të përdorim edhe lëngun, do të përdorim edhe ananasin të cilën e kemi të prerë në kubik të vegjël, krip edhe piper, dhe sigurisht këtu që nuk përdorim vaj ulliri, por përdorim një vaj lule dielli, sepse në kuzhinën aziatike gjithmonë përdoret vaj, do me thënë o lule dielli ose soja që kanë ato. Dhe do të shoqërojmë me një oriz bazmati. Ajo do të jetë, do të përgatisim një salcë shumë të mirë dhe orizi bazmati që do të jetë ai që do të jetë shoqëruesi i salcës që ne do të përgatisim me fileto pule. Filloj me një herë për të përgatitur këtë ëmbëlsirën, do me thënë byrekun ton të ëmbël. Byrekun me kungull të ëmbël, që është kaq i mirë dhe shijon kaq shumë dhe është një ndër recetat tradicionale më të mira që ne kemi. Dhe mua më pëlqen që Kati sot na ka sjell të dyja variantet. Pra jemi tek tradicionalja 100% dhe tek receta me bazë aziatike. Dhe kjo tregon se Neranzi është aty për të gjitha shijet dhe për të gjitha llojet e recetave, të shijeve, gatimeve
që ju doni të realizoni. Ndaj kompania Neranzi vazhdon të jetë lider në tregun e konsumatorëve me sigurinë maksimale që ajo përcjell gjithmonë një hap para dhe me produkte që rrallë apo e vështirë se i gjeni në tregun shqiptar. Ndodhet në çdo lagje të Tiranës, në Shqipëri e në Kosovë. Kjo tabela që pam para pak sekondash në ekran me siguri është e preferuara juaj. Dhe meqense jemi tek recetat aziatike sot, do ju sugjeroja ti provonit dhe ti të eksperimentonit paksa në kuzhinë. Për më tepër këto salca që kemi këtu duhet jenë me se s'bën pjesë e koleksionit tuaj të salcave në shtëpi, sepse e sigur që do të provoni realisht shije që do t'ju mbes mendja, dhe jo vetëm koleksionin e salcave që gjen në Neranzi, por të preferuarat e mia janë gjithashtu edhe koleksioni i erëzave, që përveç se janë shumë të bukura të ambalazhuara dhe shkëlqejnë dhe ndrisin raftin e kuzhinës, pra mund t'i vendosni në kënde që të jenë të dukshme dhe jo t'i fshen në për raft e gatimi, por edhe të shijoni realisht pjata për t'ja vlejtur. Puna ka nisur me paketimin e petëve prej 1 kilogram, që ju mund të përgatisni brenda ditës edhe një byrek dhe një ëmbëlsirë, sepse realisht ka shumë, edhe cilësia e këtyre petëve është, ne kemi provuar si tek ëmbëlsirat, si tek baklavaja, si tek byreqet të formave të ndryshme, byreku klasik, byreçka të vogla, etj. Dhe të këto gjitha në fakt, rezultati ka qenë i shkëlqyer dhe gati është gati. Atëre, tani jemi gati. Do të hedhim gjysmë filxhan sheqer, do me thënë, dhe këtë e masin dhe i shikoni, pastaj e kontrolloni juve nëse doni që ta bëni edhe pak më të ëmbël. Të duhet të vërteta? Po ma nxore mua për kafen? Jo, ta nxora për kafe. Them drejtën, sepse edhe unë hodha, po që është vërteta unë kam këtë filxhanin. Ti ke filxhanin, ka filxhanin e saj të preferuar që nuk heq dorë asnjëherë. Po që sigurisht që dhe ai filxhan është diçka që tani për momentin jo, sepse kam hedhur, mund ta kalosh në frigorifer dashur. Po e fus prandaj që të qëndroj i freskët. Të kafen time, që është e vërteta, kafja më shoqëron gjatë gjithë emisionit, më shijon shumë dhe sigurisht që edhe kafen, neve kemi edhe këtu kafen të cilën e marr unë, e marr nga kompania Neranzi. Që më pëlqen kafe turke, ndoshta e nxjerrim pak në momentin e dytë. Atëherë këtu kemi hedhur sheqerin, do të hedhë edhe një majës krip. Edhe këtë kripën ta kalojmë diku këtu. Dhe e përzijem. Këtu tani tek kjo përzierja, do të shtojmë edhe një seshte. Të shtoj edhe një seshte. Dhe ky kungulli kështu portokalli na tregon që jemi në tetor, në muajin tetor. Se kungulli identifikohet me muajin tetor, jo vetëm për ngjyrave të bukura, të arta që vjeshta ka, por edhe për Halloweenit që është në fund të muajit. Kështu që me siguri do të kemi goxha receta me kungull këtë muaj. Po. Çfarë nuk bëhet me kungull? Supra të ndryshme, i hedhim këtë në një seshte. Po, bëhet goxha e mirë, do me thënë edhe kungulli i verdh ka dhe vlera ushqimore, nuk është thjesht që themi neve është kungull, edhe çfarë do ham kungull, po vërtet bëhet shumë gatime. Në kungulli thjesht është paragjykuar, po thotë. Është paragjykuar, po atë po them. Është si në mënyrën e të folurit, që themi dikujt që ke kungull, më fal për shprehjen. Prandaj po them pra. Thjesht është paragjykuar se ka vlera. Ç'është e vërteta ka vlera, nuk është ashtu siç e themi. Okej. I shtuam një seshte apo jo, se mund të ndërpres ndonjëherë. Një seshte sheqer dhe një majës krip. Edhe e përzijem. Dhe kjo është mbushja që neve do të na duhet, ndërkohë këtu do të hedhim edhe vaj. Do të hedhim edhe vaj. Tani unë do t'i hedh me sy, juve shikoni, do me thënë, edhe për punën e vajt, se vaj është ai që bëj, do të edhe vaj tjetër këtu, sepse do të më duhet për të lyer petët. Kështu që ta kem këtu vajin. Nëse do na duhet pak tjetër, do ta që t'i shmangim dhe gjërat mos t'i kemi këtu. Tani, pasi kemi bërë mbushjen gati, një përzierje të mirë, që të shkri sheqeri, do me thënë, dhe të lidhet me pjesën e kungullit. Me thënë të drejtën, një pjesë të kungullit e kam bërë kështu me lugë dhe nuk pata durimin, dhe tjetrën e kam bërë të kam grirë në makinë grirëse, në blender. Në makinën grirëse dhe me thënë të drejtën është një zgjidhje e duhur, që mos të rishtë mundohesh qoftë edhe me renden, qoftë edhe me atë lugën, po një pjesë se kam bërë këshu lug, sepse doja që të tregoja pjesën e kungullit. Dhe me thënë pjesën e fundit, që të duke që është zgjutyruar me lug, që e ke bërë me lug? E kam bërë me lug. Ndërsa pjesën më të madhe... Ka tjede përbëllë një gjë jashtë ekrani, e thotë. Nuk ke fshe. Ska problem, më mirë, sinceriteti është gjëja më e madhe, kështu që...
Edhe kur ti të duash, në një moment të qetë dhe kur nuk e diçka për të shpjeguar të rëndësishme për anvisat, më thuaj që të lexoj receta. Tani Anila mund do me thënë të hedhësh një sy recetave dhe ti lexosh, sa unë të bëj do me thënë... Ha petat edhe i bëjmë gati për shtrim. Mirë, lexojmë recetat në ekran, cilat janë përbërësit që do të na duhen për të përgatitur një byrek tradicional me kunguj të verdhë e të ëmbël. Na duhet një pak peta, 1 kilogram kunguj, 2 lug niseshta ose 2 lug oriz, 1 filxhan sheqer, krip, 1 filxhan vaj ulliri dhe sheqer pudër për servirje. E shohim edhe recetën tjetër, me qënë se jemi në leximin e recetave dhe kështu ju tregojmë edhe se cilët janë përbërësit që ju duhen për të përgatitur një pul me salcë majoshe e mix të specash me oriz, një recet që duhet mbajtur shënim dhe me një pazar tek Neranci ju mund të merrni këto përbërës dhe të gatuani si Katerina do të na e shpjegoj në pjesën e dytë. 600 gram fileto pule në kubik do të na duhen, 3 lug salsë soje, 2 lug niseshte, 1 lug ginger, 4 lug vaj lule dielli, 2 qep, 3 speca me ngjyra të ndryshme, 1 komposto ananasi, 3 lug ketchup, 2 lug uthull orizi, kripe dhe piper dhe 500 gram oriz për servirje. Orizi që ne kemi zgjedhur sot është orizi basmati, që unë e dua shumë në fakt, sepse përveç se ka vlera ushqyese realisht shumë të rëndësishme për organizmin. Më pëlqen shumë edhe pamja që ai merr kur gatuhet dhe ne do ta tregojmë, sepse ato kokrat shkriftohen dhe pothuajse dyfishojnë gjatësinë dhe bëhen shumë të këndshme për tu parë, saqë në momentin e parë nuk duket si një oriz, por kur e shijoni dhe kuptoni edhe shijen e tij karakteristike që është kritikisht ndryshe, do të me siguri do të kthehet në orizin tuaj të preferuar. Këtë recetë ju sugjeroj ta provoni dhe si thot Katerina, do të më kujtoni. Do të më kujtoni, vërtet do të më kujtoni. Kemi filluar me shtrimin e petve. Dhe të dashur Anvisa, nga sheqeri që neve hedhim brenda, unë për arsye do me thënë të këtyre petve, është mirë që petët të lyej mirë do me thënë me pjesën e furçës, sepse kanë nevojë këto lloj petë të cilat të lyen mirë, se ajo vaj ndyra i pjek, i spërkat me pak kështu sheqer, sepse ky sheqeri i jep shumë shije petëve, i karamelizon gjatë pjekjes. Po pakën i pudrosim me sheqer. Ja, kuptoj. I bën kështu si të ngrira. Po, i jep shumë shije. Edhe vendosim rreth 5 petë poshtë, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm, 5 petë poshtë edhe 4-5 lartë. Por shumë e rëndësishme është lyerja, do me thënë, me vajin. E spërkat kështu dhe pastaj me fuqe, i kaloj, do me thënë, që të ketë mundësi të lyhet mirë me vaj. Sidomos të thëmbrat, se bashkohen petët e gjitha dhe ato e duan akoma dhe më tepër vajin, me qëllim që të shkrifta. Edhe një dhe jemi në rregull për pjesën. Dalin që se kjo është shkëputur si duket. E kam hequr jo mirë. Ke vendim pak të ngushtë aty, se në fakt petë duhet. S'ka gjë se po, nuk është problemi, e marrim. Diku ka ngecur njëra, s'ka problem. Edhe kjo është peta e fundit. Edhe këtë pak spërkatje, sidomos anët, se në pjesën e brendshme do të ketë mbushjen, që mbushja ka i ndyrë, por shumë e rëndësishme është për pjesën e anëve. Ky është byrek që bëhet vetëm me një shtres mbushje. Me një shtres, po me një shtres e bëj unë, e bëj ashtu si thua në mënyrën tradicionale, siç e shikoni tani, ka lëngëzuar mbushja, por është niseshtja që kemi hedhur brenda, që thash ose 2 lug niseshte ose 2 lug oriz, që e lidh, dhe e bën si të them shumë të shijshëm byrekun fakt. E bën si kremoze. Qoftë niseshtja, qoftë, por zakonisht niseshtja. Në disa zona e hedhin edhe miell. 2 lug miell në vend të niseshtes. Është të ketë një ingredient që e lidh. Edhe nuk është se duhet që të hedhim shumë kungull, që ta mbushim shumë me kungull, vetëm një shtres.
Heshtje. Heshtje se po shikojmë byrekun e kungull. Tani e shtrojmë mirë, do me thënë, e përhapi mirë. Jetë zej komplet, do me thënë, dhe tjetë në mënyrë, do me thënë, të një trajqme në gjithë si përfaqen e tavës. Edhe është ajo që thash, mos tjetë në disa vënde më e plotë, në disa vënde më të sekët, më e imë. Që të gjitha pjesët e byrekut që do të ndahen më pas për të ngrënë, tjenë në mënyrë të barabartë. Në mënyrë të barabartë. Besoj se neve bëm në mënyrë të barabartë. Janë rregullësht. Tani, si për do të vendosim 3, 4, 5 të tjera, apo thjesht 3? Duke i spërkatur përsëri me vaj. Heqim një nga një. Erdi më shpejt. Nuk do shumë punë Jo, shumë se kemi të bëjmë një mbushje që nuk do gatim. Nuk do gatim, dhe kur kemi dhe këto petët janë ndimese madhe, mundohemi që këtë, do me thënë që të hedhim të brëndshme, tani të hedhim të jenë të rudhosura, sepse dhe ajrosin byrekun, dhe themi neve, kur e ajros, do me thënë, merë, do me thënë, rritë volumin. Dhe bëhet më i butë. Edhe kur e prek në gjanë dhe bukur, se duken ato rudhat që kryojnë petët. E shiko, byreku i do rudhat, neve si femra nuk i duam. Ja, ke filluar të reflektosh se në ditë lindje je kate. Po jo më, ndoj një herë. Ndja gjemë zhjithjen, si doj që të jetë. I thash atë që, fillimisht, bëjmë këto rudhat kështu, do të spërkat me pak sheqer. Nuk është se po e tepëroj me sheqerin, mos ta mendoni se e tepëroj, por u jap një qik shi edhe lezet edhe këtyre petëve, edhe i shkrifëron, do me thënë. Edhe jemi kujdesur më përpara për pjesën e furrës, 180-200 gradë, dhe do të lëm që të na piqet për 35-40 minuta, do të shojmë këtë dhe një petë tjetër dhe jemi gati për të vendosur në furrë. Dhe besoj dhe edhe ne aq kohë do të kemi, sa për të mbuluar tërësisht byrekun me të gjitha petët që do t'i duhen. Edhe këtu pakës. Bëhet shumë i mirë, shumë i shishëm, një byrek do me thënë që do të themi edhe kohën e zjatjes, pra temperatura ishte 180 gradë? 180-200 gradë dhe do të lëni për, thamë, 35-20 minuta. Okej, shumë mirë. Kur është të 180, e do një 20. Po edhe më mirë është ashtu që të bëhet avash edhe fundit tani, që nuk hedhim sheqer tek e fundit, thjesht e vendosim kështu. E mbulojmë me petët. Edhe na doli petë e mirë. Mama ashtu si duhet, shumë të mira këto petët, fashikisht. Të nderojnë. Po i palos nuk na duhen më apo jo? Jo, nuk na duhen, Alnila, faleminderit. Duke qenë se jemi në ajër të kondicionuar, të mos na thahen, sepse këtë paketimin, siç e thash që në fillim, mund ta ruajmë përsëri për ta përgatitur ditët në vijim, diçka tjetër, me petë të gatshme. Sepse janë 1 kilogramshe dhe ka një sasi petësh, pra ne bëm një byrek, ndërkohë kemi të bëjmë edhe një bolstir, edhe një byrek tjetër. I puthisim anët me fuqe, kështu, që të marrin edhe yndyrën ta mamaj sa duhet, që të piqen mirë, shkrifërohen, por edhe ashtu që mos na dalë mbushja jashtë. Pa, mos hapen gjatë pjekjes. Një thjesht na duhet verse një letër kuzhini për të fshirë tavën dhe për të vendosur në furrë. Dhe kjo ishte për mua. Po do t'i hedhe dhe pak vaj, që është e vërteta. Tani ta hedhim kështu. Mos t'ikim edhe nga tradita. Po se qka një lezet edhe ke vaj. Ato gjyshet tona që e bëni kështu. Po edhe salatës. Se dikur nuk ishin këto shishet që kemi tani edhe për salata, që e nxjerrin vajin. Duke të ndihmuar në spërkatje, kështu që bëjmë që bëjmë, po tek duart shkojmë në kuzhinë. Shumë faleminderit, Anila. Edhe tani këtë byrekun me kungull në mënyrën tradicionale që e sollëm neve sot e kemi gati për të vendosur në furrë. Tham furrën të ndezur më përpara në temperaturën
180-200 gradë dhe do t'a lëni atje 35-40 minuta do t'a shikojmë, sepse që është vërteta janë dhe petët të cilat janë do me thënë të gatshme, nuk janë ato petët e dorës që ka nevojë për më tepër, 35-40 jemi mirë. E vendosim në furrë. Shkojmë në furrë dhe ndërkohë mësojmë se si jemi me kohën. 2 minuta kohë kemi për të bërë çfarë? Për të treguar çfarë do të bëjmë, çfarë mendon? Po, do të tregojmë çfarë do të bëjmë. Ja, do nisim që do të ashtu dhe ta vendosim këtë që të na, do me thënë ka vërdisje. Do të kemi këtu, me që kam dhe një seshten këtu, tu do të hedhim soja sos, 3 lugë dhe do të hedhim. Anila të lutje, ma hap tjetë të mojt dhe unë të kemi të që kam të hapur gati. Ku mi lë mua këto punët kështu? Mund të lë më të vështirat. Amaj, duhet të ketë këtë. Edhe unë këtu do të hedhë një seshte, pra do të pudros me një seshte, për masën që kam, edhe kam të mbushur një qikë plot këtë, e trazoj dhe do të hedhim edhe atë salcën soja sos, sepse është e kripur, përveç se jep edhe shije. Dhe sa e mirë është në mishin e pulës, dhe përgatitjen e pulës. Edhe bën një salcë, e vendosim tani pasi e përzijem mirë, e vendosim në një tenxhere, atigan, zakonisht këto guzhinat aziatike kanë ato tiganat të janë me atë fund të rumbullatët edhe të thellën që kanë guzhinat tyre. Po s'ka problem, neve mund të kemi shumin një tenxhere që nuk ngjit, edhe e përgatisim edhe tek tenxheria, që si mënyrën se si do ta përgatisim edhe ne. Ndërkohë ndezim edhe këtë me vanila, do ta bëjmë te kjo tenxhere që kam këtu. Ta heqim diku. Kati, ta bëjmë kur të kthehemi? Në rregull. Që mos e humbasim, se do të thënë të pudroset mirë kjo pjesa e filetos dhe jemi këtu gati t'ju presim juve në moment sepse do të vendosim dhe ujin për të zier këtë orizin bazmat. Do të përgatitet se është një gatim shumë i thjeshtë edhe shumë i shpejt. Po që duhet parë se... Dhe shumë i shishëm, pa tjetër, hapat një pas një se si do të bëjt, do të tregojmë. Ne lëm kështu të pudrosë dhe ju presim. Shumë mirë, kthehemi në pjesën e dytë. Mirë se u rikthyet. Ne vazhdojmë të jemi këtu ku na keni lënë gati për të vazhduar me 2 receta të shkëlqyera që duhet i mësoni dhe duhet i gatuani pse jo edhe ju në shtëpitë tuaja, të cilat janë. Byrek tradicional me kungull, të cilin e kemi pothuajse gati për ta nxjerrë nga fura, kemi ulë tani temperaturën e lanë që të qetësohet, edhe shumë shpejt do të jetë këtu pranë jush në tryezën tonë që ta shikoni se si ka dalë, si ka përfunduar. Dhe neve sa të jemi gati për byrekun, do të kalojmë këtu tek pjesa që do të përgatisim këtë recetë aziatike që thamë, të cilën e bëjmë me fileto pule, me speca shumë ngjyshe. Kemi ginger, anana, soja sos, do me thënë që është e kripur dhe një seshte që janë të dyja përbërësit këtoj që në fillim fare e spërkati me soja sos, edhe me një seshte, pra i bëhet si tu është një lloj marinimi, dhe më mbrapa këtu kemi uthull orizi, kemi ketchup, kemi qep, vaj, që tu përdorin vaj luledili, asnjëherë vaj më falni ulliri, edhe piper. Ananasin e tham? E tham, po. E tham edhe ananasin. Me që e tham, do vendosim këtu. Tham dhe në fillim fare që ata përdorin kanë, si thuash, një tigan që është me atë fundin e rumbakët edhe të thellë. Neve nuk e kemi atë gjë, s'ka problem, se edhe e përgatisim thamë që do ta përgatisim si anët, do me thënë, në kushtet tona të shtëpisë. Atë që temi gjithmonë. Që ne gatuajmë duke menduar që ju në shtëpi keni e në tona të gatimit, për një tenxhere normale, një tigan normal, dhe jo pajisje të tjera. Përbërësit, edhe pse mund të duken jo të zakont, po themi në gatimet tona, salca e sojës për shembull apo uthulla e orizit, por të gjitha këto ju mund t'i gjeni fare lehtë në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranxi. Ndaj këtë recetë që Kati po sjell sot, edhe pse me origjinë aziatike, me siguri do të shijoj shumë edhe në familjet tona. Dhe për ta mbyllur me një byrek të kungulli të ëmbël, që përgjithsisht ne e konsumojmë kështu pastaj gjatë ditës, apo pra nuk është
Nuk është vakt, kat? Po, edhe është që është e vërteta shoqërohet shumë mirë, do me thënë edhe mbas kësaj recetës. Mund të rinë të dyja brenda ditës. Po, rinë të dyja, sepse edhe kjo është një recetë që është e ëmbël, si ta themi, prandaj unë e kam thënë si tip majoshe. Ajo është në fakt tipike e recetave aziatike, që kam pikërisht këtë të kripurën e të ëmbëlën bashkë, por që është një shije shumë e veçantë dhe shumë e mirë. Dhe duhet thënë që recetat aziatike kanë filluar të preferohen shumë edhe në Shqipëri. Pra, ky shkëmbimi i eksperiencave edhe në gatim ka bërë të vetën. Ta pasionuarit pas kulinarisë në sjellin ide të reja, pa diskutim rrjetet sociale edhe emisionet e gatimit si Vila 24 na vinë më pranë me larmishmëri të recetave të gatimit, si tradicionale të krajinave të ndryshme, por edhe të huaja. Atëherë të dashuranisa sa kjo të na bëhet gati, do me thënë të bëhet një kabërdisje nga të gjitha anët, edhe është ajo që thamë, do me thënë që të tekërohet. Ne me njëherë do i heqim këto dhe do të fillojmë pastaj me perimet. Por, ndërkohë që unë këtu kam vendosur ujë për të zirë këtë orizin bazmati, do të lëmë që të valoj, kam hedhur këtu një filxhan e gjysmë, madje unë kam masur me një kupe që kam këtu dhe juve do të bëni në masat të tilla. 1:2 është raporti, do t'i hidhni dhe një lugë vaj gjatë zierjes, pra do t'a bëjmë të zier orizin, nuk do t'a bëjmë të kabërdisur. Do me thënë dhe ky lloj orizi zakonisht të bëhet më shumë, do me thënë, i zier. Do t'a marrë, do t'a laj, është shumë e rëndësishme që të lahet mirë dhe pastaj të hidhet brenda tek tenxheja në ujë të valuar. Dhe zihen shumë shpejt, duhet jemi të zihen shumë shpejt, sepse i duhet shumë pak kohë basmatit për t'u gatuar, për t'u përgatitur. Gjatë kësaj kohe po përfitoj pak për të rilexuar recetat, për ju që nuk na keni ndjekur në pjesën e parë, për ju që nuk patët mundësi të mbani shënim, i shohim së bashku në ekran dhe lexojmë edhe një herë të dyja njëra pas tjetrës se cilët janë përbërësit që ne kemi përdorur dhe juve do t'ju duhan nëse do të shihoni atë gatuani të njëjtat receta si ne sot nga këndi i gatimit në Vila 24. Ne kemi nisur sot mëngjes me një byrek tradicional me kunguj të verdh të ëmbël dhe për këtë recet na janë dashur një pak peta të gatshme që ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci. Na duhet 1 kilogram kunguj, 2 lugë niseshte ose 2 lugë oriz, 1 filxhan sheqer, krip, 1 filxhan vaj ulliri, sheqer pudër për servirje. Kjo është receta e plot, shumë e thjeshtë për të përgatitur, sepse harxhi apo mbushja, siç e themi ndryshe e byrekut, nuk do as gatim dhe as kuq, që në këtë rast kemi shmangur temperaturën dhe sobën e ndezur në shtëpi. Bëhet në të ftohtë, pra në një enë, aty ku kemi grir imët kungullin, më pas kemi shtuar aty brenda niseshten, kemi shtuar sheqerin, vajin e ullirit, i kemi trazuar mirë duke krijuar një masë kompakte, duhet thënë, dhe shumë pak të lëngshme, e më pas 4 peta në shtresën fundore të tavës, sigurisht duke i spërkatur pak me sheqer dhe duke i lyer me vaj ulliri, kryesisht ansoret e byrekut, mbushjen në mes dhe 3 peta të tjera sërish duke ndjekur të njëjtën procedurë. Në furn për 35 deri 40 minuta në temperaturë 180 gradë dhe byreku me kunguj do t'jetë gati. Edhe njëherë kjo është receta, sa të shoh pak furrën, se më duket se jemi tek minutazhi dhe shohim në recetën tjetër, edhe më duket se është bërë. Po, është bërë Anila, ja sa të heqim të pjesën këtu, pra kam hedhur këtu një kupe e gjysëm oriz dhe kam hedhur për të ujë 3 kupa. Kështu që tani bëj një larje të mirë të orizit. Do ta nxjerrim nga furra pas pak, ndërkohë shohim recetën që Kati po gatuan tani. Është duke shplar orizin, të gjithë përbërësit janë këto. Pul me salcë majoshe e miksë specash me oriz, 600 gram fileto pule në kubik, 3 lugë salcë soje, 2 lugë niseshte, 1 lugë ginger, 4 lugë vaj lule dielli, 2 qep, 3 speca me ngjyra të ndryshme, 1 komposto ananasi, 3 lugë ketchup, 2 lugë uthull orizi, krip piper dhe 500 gram oriz për servirje. Çfarë kemi bërë deri më tani? Filetot e pulës të ndara në kubik të vegjël i kemi marinuar me salcën e sojës dhe me niseshte, më pas i kemi kaluar në tigan siç ju e pat, me vaj ullë dielli që është shumë e rëndësishme, pra jo një lloj vaji tjetër apo vaj ulliri në rastin e skuqjes të filetove për zier me niseshte dhe me salcë soje, dhe kemi vendosur në krahun tjetër të sobës tenxherën me ujë e cila ka vluar dhe Kati vjen gati me orizin basmati pasi e ka shplar. Është fikur soba, Anila, prandaj. E vazhdon, është e nxehtë ende. Ashtu dhe me njëherë ta vendosim ta hedhim. Ndërkohë, rikthejmë dhe njëherë temperaturën e stopës. Më janë bërë gati. Do t'i heqim tani dhe do t'i vendosim në një pjatë. Ku do të vazhdojmë? Në t'i hedhim të kjo jena këtu.
Zakonisht recetat azjetike janë të shpejta, nuk e di kjo Po, si është e shpejtë, sepse dhe filetoja e pullës nuk është shumë kohë që të bëhet gati. Po. E ka përdisin do me thënë në fillim kështu. Thamë që kemi bërë me salsë soje dhe me një seshte. Po. Se kjo do tjetë ajo që do të bëj edhe atë lidhjen e salsës. Spesat qepën, të cilat që kemi prerë në pjesë të mdhaja. Ata nuk është se i lanë shumë që të na thjesht i zbuti. E hedhim një herësh edhe qepën, edhe spesat, dhe i hedhim në masë të madhe. I hedhim pak të skrip kështu thjesht që t'i zbutim, po kujdes për punë e kripës, sepse neve përdorëm dhe salsë soje, e cila është, e dim që është atë marrat kripën tjetër, se kjo Orizi uj mund të marrë këtë. ka vluar. Nuk e do? Nisë unë po e hapë, kemi... E, bëj një birta. Sa herë që s'kemi kohë, kemi dhe këto vonesat. Okej. Kemi kripën tjetër që është e vërteta, nuk është se... Kemi, sa është një kilogram që është kripa madhe? 1 kilogram, me këtë shkojmë 6 muaj. Po nga që ne donim pak të skripër kështu. Do t'i hedhim edhe pak piper, mix pipernash. Orizin ta vendos në zirje? Nëse është valuar uji, një lugë pak vaj, që mund t'i hedhim nga ky vaj këtu, që kemi të hapur lëre aty, a jeti pak vaj, edhe hidhi dhe orizi, sepse duhet uji që t'jeti valuar. E trazojmë një herë dhe e lëm, me thënë duke mbuluar me kapak sa që të marret valën e parë. Të gjithë orizin, e ke matur? Po, e kam të matur. Edhe faleminderit Anila, sepse që është e vërteta, një ndimes është gjë e madhe. E sa të trazojmë këtë, nxjerrim edhe byrekun neve që ta kemi gati, mos të vonojmë pastaj. Po, nxjerrim, se jemi në fakt me kohën, si shpesh herë në ndodhë. I hodha vaj, një shtova orizin e përzjeva, tani t'i vë kapakun. Jam në rregull? Në rregull, shikohet e nënda ta vendosë atë, këtë të ketë... Ku? Tek? Në temperaturë të lartë. Në të lartë është, në maksimum. Ky bën një kështu, po të shikojmë tani të kthejmë edhe nga poshtë, nëse na është pjekur, por Djetë aroma kungullit. Mendoj Anila kur bën televizjen tava. Po, përderisa ajo shkëputet nga... Pritë të ndihmoj. Jo, nuk pranon bim, Kati, nuk pranon bim. E hoqëm. Ja, po e lë këtu këtë. Sa më kishte marrë mallin për këtë aromën e byrekut me kungull. E kemi këtë vatrën e madhe, sofrën e madhe, ne, do t'a lëm edhe në ndihmove për ta tërë, po pa tjetër. Dhe do t'a presim. Okej. Tani të mundojmë ndërkohë fokusohemi te receta tjetër që të përpiqemi ta mbarojmë edhe atë. Se është shumë e këndshme si recetë edhe kjo, shumë e mirë. Ta ndihmoj me pak vaj. Këto nuk është se, këto thjesht një zbutje të lehtë, nuk është se duam që t'i zjem. Që është e vërteta, kuzhina aziatike nuk e doa të zjerjen tonë, do me thënë që i bëjmë që të bëjnë qullë. E duan që t'jenë sa më të mbajnë, do me thënë, të kena të zbutë, si tuash, tullin e specit dhe të qepës. Na vonoj t'i pak kjo tani, të bëjmë dhe gjingjerin gati neve, sepse do t'i dhe të dhe gjingjer. E grini në rende, thamë që e gjëni edhe kështu plur, në gjëndje plur, por edhe kështu. I heqim të fizat. E është goxha. Kemi shtuar gjingjerin. E shuajmë me këtë verën, më falni, me usullën e orizit, se jemi mësuar me verë. Me shuarje vere, po e drejt, shkon fjala vetë aty ku. Ndihmon kjo tani që të
zbutin, aromatizohen akoma edhe më shumë. Jemi në momentin tani që do shtojmë pasi janë zbutur këto. Të shtojmë edhe filetot e pulës. I trazojmë. Të lidhen, do me thënë, me njëra tjetërën. Edhe, pasi është bërë kjo lidhja. Anila, të lutem? Do të shtojmë këtu edhe ketchup. I kemi të gjitha të reja këto neve edhe duan edhe mundim në të hapur. Kati kemi diku të 2-3 minuta ko, me gjitha të pa të ngutur. Tani kasi kemi hedhur edhe ketchup. Është momenti që do të shtojmë ananat, që e hedhim në momentin e fundit. Do të shtojmë edhe atë lëngun e ananas. Pra një konservë ananas që do të hedhni pjesë, do me thënë, të ananasit të coptuar në kubik të vegjël, edhe do të shtoni edhe lëngun. Problemi është që të kishte pak temperaturë më të fort, që të na bëheshin akoma edhe më shpejt. Ta lëm këtë këtu. Okej. Nuk e di pse. Edhe pak. Në rregull. Kot nuk e bëjnë me ato tiganët e thellë? Në tiganët e tyre do me thënë që kanë atë temperaturën, që marrin atë temperaturën e shpejtë, sepse këto janë gatime të shpejta, të cilat i presim neve. Këto byreqet ne dim t'i bëjmë shpejt, që është e vërtet. Si i prem tani në pjesë më të mëdha, do bëjmë tjetër, anën tjetër më kështu. Më të halë, se duhet ta kishim prerë më me gjitha të. Orizi duhet shtuar këtu brënda, apo thjesht në pjatë serviret orizi më vete? Orizi jo, në pjatë më vete. Nëse këtë byrekun ton tradicional, ne mendojmë se kemi bërë të mirë. Tani për atë gjellën aziatike, edhe ajo bëhet shumë e mirë, nuk e diskutoj. Shumë e mirë bëhet. Ajo bëhet jashtëzakonisht e mirë dhe e shijshme. Mos hezitoni, pavarësisht të thamë që për punën e kohës, sepse thamë që neve nuk është se e kemi atë temperaturën, do me thënë, e duhur, tani të vëmë do një në pjatë në vanila? Këtë e kemi? Jo, atë e kemi për orizi. Okej, që duhet ja, do të japun një pjatë tjetër. Ta shërbejmë edhe orizin me pak nga fileto e pulës edhe specat, edhe pse nuk janë 100% të... është momenti që do të hedhim ananasin. Ananasin, okej. Pse mos të bëhet e mirë? Po, pra. Pse mos të bëhet e mirë? Tani kjo është lëngu që bën atë lidhje e salcës, do ta lëmë të qëndroj, do me thënë që të lidhet pak salca, do të hedhim orizin neve në një, se besoj orizi duhet jetë bërë gati. Po. Unë do t'i vëj një kapak me qëllim që të më bëhet një çik sa më shpejt dhe të marrim një pjatë të servirim të paktën byrekun. Unë mendoj që edhe recetën tjetër ne duhet ta servirim. Pa tjetër që do ta servirim. Kështu që unë po vendos pak oriz në një cep të pjatës dhe sigurisht duke ju treguar që koha në të cilën ju do duhet ta lini më gjatë të gatuhet. Ta bëjmë kështu edhe të ndajmë edhe një herë. Sepse thamë që dhe do ta pudrosim. Kjo orizi është aq i lezetshëm, aq i këndshëm. Ka një aromë karakteristike të vetën. Po. E bëra si atë që bugatën. Kati unë do i të shtoj edhe për ta nxjerrë pjatën dhe sigurisht duke i thënë zonjave që duhet të qëndroj më gjatë pasi kemi shtuar, si mendon?
se nuk kemi më ka. Ha, më thuaj ti. Shikon, në regull, edhe vë anash si të duash, por vendoset edhe mbi oris, vendose ashtu si e ke njësur. Unë po ja vendos, ti do ta vendosja nëse do isha në shtëpi, edhe do duhet ta konsumoja vetë. Pra nuk më pëlqen që ta përzijej me orizin, por juve sigurisht që e bëni vendosim pak nga të gjitha ngjyrat e specit. Rastis më një që nuk e kemi atë kohën e mjaftueshëm për të bërë gjërat, do me thënë, por idenë u adhama në vistave, do pak koha ajo që të bëhet gati. Ideja është kjo, thjesht koha në tigan e zjerjes do t'jetë më i gjatë. Gjë që ju nuk e keni domosdoshmëri ta shikoni. Aromën e ka, ndalë t'i vëmë një të kuq. Në ta lëmë dhe këtu. Do të na duhet vetëm një pecet të lutem, edhe jemi në mbyllje, mos na e vini re që jemi kështu secila në botën e vet, por me dëshirën për ta nxjerr pjatën. Ja kështu. I shohim të dyja shpejt. Anila e ka më të bukur pjatën. Po, Anila e thjesht e shërbeu. Ja, Anila, vendose këtu. Kujdes, me kujdes, e rëndësishme është që ti shohin edhe, ja. Kështu. Të dyja pjatat që sollëm sot, Shikon, gati të lumshin duart. Anila si vajzë e re, pas ka bërë, do me thënë, shumë të bukur. Unë si më e moshuar. Unë zërë pres ta provoj atë byreku, dhe më ka marrë malli për byrek me qik kungull. dëbor, sepse avash po na vjen edhe dëbora, dhe është edhe një, si tuash, gatim tradicional, mendoj se është bërë Të lumshin duart. Nesër në orën 9, këtu me Kati. Ishte kënaqësi që ndam këtë Kënaqësia ditë ime, bashkë si kënaqësia gjithmonë. ime. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim, kalofshin një ditë sa më të bukur. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet edhe byreku, edhe ky gatimi aziatik, që është e vërteta, është shumë mirë, do pak kohë më tepër, do me thënë nga ajo koha që neve patëm këtu në studio, po megjithatë, rezultati del shumë i mirë dhe pjatat bëhen të shijshme. Bëheni për të shtunë apo të dielë, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur të gjithë pjesëtarët e familjes. Të lumshin duart, Kati. Shkojmë në publicitet tani.